Gjarpri në punishten e Marangozit. Një ditë, një gjarpër, pasi kishte humbur rrugën, u fut në punishten e një marangozi. Duke rëshqitur me trupin e tij, hasi në një sharrë dore, e cila për shkak të dhëmbëve të saj të mbret, i shkaktoi disa plagë. Gjarpri ndjeu dhimbje të forta dhe instinktivisht e sulmoi sharrën duke e kafshuar. Për fat të keq, ai u lëndua përsëri, sepse sharra e preu edhe një herë. Duke menduar se sharra e kishte sulmuar, gjarpri u mbështoll rreth saj dhe filloi ta shtrëngojë me gjithë forcë për ta mbytur atë si çdo armik që e sulmon. Në fund, trupi i gjarprit u coptua, jo për ndonjë arsye tjetër, vetëse për shkak të nervozizmit dhe instinktit të tij agresiv. Ndonjëherë ne reagojmë nga zemrimi, reagojmë duke dashur të shkaktojmë plagë të tjerëve. Nuk e kuptojmë se, ashtu sikurse i gjarpri, para se gjithash i shkaktojmë plagë vetvetes. Helmojmë shpirtin ton, shkatrojmë energjinë ton, prishim ditën ton. Ndonjëherë është më mirë, më e shëndetshme dhe më e dobishme ta kthejmë një faqe të re dhe të vazhdojmë mëtej.